Kam po familje që ndoshta nuk kanë ujë të peshëm, nuk kanë ujë të peshëm ndoshta me kilometra afër. Nëse ti nuk arrin me ndihmu tjetrit, nëse ti nuk arrin me qenë dorë ndihmëse për të, atëherë për mua ti ke dështuar në jetë. Për taj këtyre organizimeve, po besoj që ju marrin kogja shumë kohë dhe juve dëve, po du mu dalë pak edhe tek aspekti personal, tek aspekti emocional i juaj. Si jeni përfshi në aktivitetet e organizatës, si e mbani mend cili ka qenë aktiviteti i parë dhe cili ndoshta ka qenë raste që ju ka prek më së shumti gjatë këtyre kohë angazhimi në këtë organizatë? Unë gati tash i bëj 3 vite punë në Islamic Relief, megjithse unë duket si numër i vogël, eksperiencat që i kam pas në këtë organizatë kanë qenë të jashtëzakonshme, edhe e kanë ndryshuar konceptin tim kundrejt jetës fillimisht. Jam bo person ma falenderus, për shkak se kam po që ka njerëz që gjërat që mua mund të mos më duken shumë të rëndësishme, për të tjerët janë për shkak që nuk i kanë. Edhe përveç kësajna, mu ka rrit ma shumë empatia ndaj të tjerëve, edhe e gjej vetën shpesh të mendu çfarë projekte ose çfarë aktivitete me bona si organizat që me ndihmu këta fëmijë. Edhe unë gjithmonë e them që ne ju ndihmojmë këtyre fëmijëve përkohësisht, jo të rjetën. Edhe e kemi një mundësi shumë të mirë që m'ja u lehtësu jetën, edhe numri i madh i fëmijëve të cilët janë rrit, janë punësu, e tash janë donatorët tonë, është shumë i madh edhe është shumë inspirues. Domethënë shumë prej tyre e përfundojnë nevojën për neve, edhe pastaj bën ndihmë për të tjerët. Shumë prej tyre vinë zyre, na thonë po dojna me marrë një jetim, sponsorizim, ka edhe nona të cilat hiq ma larg se dje, një non ka ardhur që është nën sponsorizimin e Islamikut, edhe e ka pagu një kurban. Edhe ka thonë një lloj si që mu më kanë ndihmu donatorët para një kohe, edhe unë po du me i ndihmu të tjerëve. Është shumë motivuese. Mua mas shumë të përveç interakcioneve që i kam në zyre me donatorët, që janë shumë motivues për neve, janë njerëz cilët mundohen në maksimum që me bo mirë ndaj të tjerëve, edhe ne ju urojmë gjithmonë më të mirat atyre, edhe padyshim që çdo kontribut që ata bojnë të mirë të tjerëve, do t'ju shpërblejet shumë fesh. Mua më pëlqejnë shumë edhe vizitat që i bëjnë teren, megjithse nuk është aktiviteti im kryesor në organizatë që me i vizitu këto familje, unë shkoj shpesh edhe kam dëshirë për me i po, për shkak që ma kujtojnë misionin tem në organizat, edhe çfarë roli kam, edhe ku e kam të ardhmen. Do më thonë në atë aspektin, ku du në me u fokusu ma shumë, edhe çfarë projekte do mi me ndërmorë në të mirë të tyre. Ylli, ty sot ka ndryshu të themi kë angazhem? Për mu, është një eksperiencë e veçantë, për shkak se në fillim kam fillu me aktivitete vullnetare në organizat, pastaj për eksperiencave më të prekshëm për mua ka qenë ne kemi edhe një projekt i cili është hapja bunarëve për fëmijët e tim. Eksperienca e parë me cilën jam njoftu jashtë rrethonave të jetës sime, ndoshta jashtë qytetit tonë që na duket plot ngjyra, plot bukuri, plot në rregull gjithçka. Kam po familje që ndoshta nuk kanë ujë të peshëm, nuk kanë ujë të peshëm ndoshta me kilometra afër. Në Kosovë? Në Kosovë. Për neve është e paimagjinueshme, po për ta është një realitet çdo ditor dhe ata përballen me këtë punë. Ne kemi mundësi të përdorim ujin e peshëm sa herë të dojmë, ndoshta edhe shpërderojmë atë, ndoshta nuk kemi të vëdeshëm për ujin, ndërsa fëmijët e tim jashtë qendrës tonë këtu afër qytetit tonë kanë probleme të tilla me ujë të peshëm, ndoshta nuk kanë ujë të peshëm, nuk kanë mundësi që të kryejnë pastrimet elementare, dhe kjo për mua kur kam dalë në terren dhe i kam parë këtu, ka qenë një situatë shumë e prekshme dhe më ka bërë që ta kuptoj që jeta ka gjithmonë për të mësuar më shumë se sa që ne mendojmë. Edhe nëse ti nuk arrin me ndihmu tjetrit, nëse ti nuk arrin me qenë dorë ndihmëse për të, atëherë për mua ti ke dështuar në jetë. Nëse ti nuk ndalesh brenda ditës një herë dhe për të qenë falëndërues për gjitha gjërat që Zoti na ka dhënë neve dhe për ta ndihmuar dikë, atëherë jeta besoj që për mua nuk ka kuptim nëse ti mendon vetë për veten tënde.